Gjithë duhet ta dinë se gjithçka që do të rrisim në buxhetin familjar për pensionistët, për punonjësit administratës dhe gjithçka do të rritet në buxhetin familjar dhe të punonjësve në sektorin publik si rezultat i rritjes pakës minimale, është vetëm rezultat i rritjes së ekonomisë. Nuk dua të marr shumë kohë, edhe pse do më pëlqente të vazhdoja gjatë me këtë pamje ekskluzive që kam këtu. Jo më pëlqen, por më frymëzon shumë. Më frymëzon shumë. Dhe kështu me faqe për muri ju pafsha shumë e faqen për muri ju pafsha, gjithmonë vetëm me shëndet aman, se na duhen i gjallë. Për sigurinë, drejtësinë dhe rendin kemi një buxhet masiv, natyrisht është një buxhet që diktohet nga detyrimet tona të patjetërshme në dy drejtime. Detyrimi në raport me antarësimin tonë në NATO dhe detyrimi në raport me drejtësinë e pavarësinë e cilës e garanton vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe kështu në buxhetin që do të miratojmë kemi një rritje